Berlini ndërpret financimet për OJQ në mesdhe që merren me shpëtimin e migrantëve. Berlini ka ndaluar financimin për OJQ të aktive në detin mesdhe. Ministri i Jashtme gjermane deklaroi se qeveria nuk planifikon të ofrojë mbështetje të mëtejshme financiare për organizatat jo qeveritare që merren me shpëtimin e migrantëve në mesdhe. Në vitin 2022, Bundestagu kishte vendosur të financonte shpëtim civil detar me rreth 2 milion euro në vit deri në vitin 2026. Financimi OJQ-ve nën qeverinë e mëparshme Scholz kishte shkaktuar polemika në Itali dhe kishte kritikuar gjithashtu në Gjermani, veçanërisht nga CDU, e cila ishte në opozitë në atë kohë.